Bashkë me presidentin e Kosovës dhe me nënkryetarin e kuvendit dhe me kolegë nga qeveria e kuvendi e me aktivist nga lëvizja, me veprimtar të çështjes kombëtare, me luftëtar e ish burgosur politik, vendosëm sot lule të freskëta këtu te përmendorja e Zahir Pajazitit në kryeqytet, në sheshin që mban emrin e tij. Zahir Pajaziti kishte veprimtari të dendur si pak kusht tjetër. Ai ishte një luftëtar i paepur tër jetën dhe njëkohësisht një guerilas me aksione fort suksesshme. Bashkë me Hakif Zainullahun dhe Edmond Hoxhën, në janarin e vitit 1997 u vran nga pusia e forcave serbe për shkak se nuk ishte edhe mundshme ndryshe. Aq shumë ishin tmerruar forcat armike të Serbisë nga Zahir Pajaziti, saqë vetëm kurthi, pusia, prita mund t'ju jepte shans forcave okupatore që ta eliminonin Zahir Pajazitin. Rënja e tyre i dha një hov të jashtëzakonshëm edhe vetbesimit popullor, por gjithashtu edhe shtimit të radhëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ashtu qysh nuk mund ta mësojmë e kuptojmë historinë tonë më të re pa ushtrinë shqiptare të Kosovës, ngjajshëm nuk mund ta kuptojmë e mësojmë edhe ushtrinë shqiptare të Kosovës pa figurën e jashtëzakonshme të komandantit Zahir Pajaziti. Në çdo janar ne i përkujtojmë ata, i kujtojmë ata në mënyrë që t'ja kujtojmë e përkujtojmë vetes sonë çmimin e lartë që kemi paguar për shtetin që kemi dhe lirinë që gëzojmë, por në të njëjtën kohë dhe për të shprehur zotimin ton për përgjegjësitë më të larta shtetërore që kemi, se do të vazhdojmë rrugës së dëshmorëve dhe martirëve të kombit, gjakujt e cilëve është në themelet e Republikës Kosovës. Lavdi Zahirit, Hakifit, Edmondit dhe gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Sot në 20 vjetorin e rënjes Zahir Pajazitit, Hakif Zainullahut dhe Edmond Hoxhës, bëm homazhe për të nderuar tre figura themeltare të rezistencës armatosur dhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata ranë në të njëjtën ditë, pra më 31 janar të vitit 1997, dhe i dhanë një drejtim të qartë, një drejtim të fort luftës për liri. Zahir Pajaziti ishte një nga ideatorët, por edhe një nga organizatorët e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një person me një virtyt të lartë që besoi dhe punoi për çlirimin e Kosovës. Sakrifica e tij dhe e Hakif Zainullahut, por edhe e Edmond Hoxhës do të mbeten gjithmonë në historinë tonë të lavdishme, por po ashtu edhe në themelet mbi të cilat qëndron sot Republika e Kosovës. Lavdi dëshmorëve, lavdi gjithë të rënëve për liri.